3 vitaminat që duhet të merrni pas të 60 avë për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. 1. Vitamina D. Vitamina e diellit që mbron zemrën, kockat dhe jetën. Nëse ka një vitamin që mjekët e përmendin pothuajse gjithmonë pas moshës 60 vjeç, ajo është vitamina D. Shumë ekspertë e quajnë vitamina E gjatësisë, sepse ndikon pothuajse në çdo sistem të trupit: zemër, tru, kocka, imunitet dhe muskuj. Pas të 60 avë, trupi prodhon shumë më pak vitaminë nga rrezet e diellit. Lëkura humbet aftësinë për ta sintetizuar në mënyrë efikase, ndërsa shumë të moshuar kalojnë më pak kohë jashtë. Por çfarë ndodh kur niveli i saj bie? 1. Kocka të dobëta dhe rrezik për fraktura. Vitamina D ndihmon trupin të përthith kalciumin. Pa të, kalciumi nuk shkon aty ku duhet në kocka. Pas moshës 60 vjeç, rritet rreziku për osteoporozë. Shtohen frakturat e ijeve. Shërimi bëhet më i ngadalt. Një frakturë në këtë moshë mund të ndryshojë jetën përgjithmonë. Studimet tregojnë se mungesa e vitaminës D lidhet drejt për drejt me dobësimin e densitetit kockor. 2. Zemra dhe tensioni i gjakut. Shumë njerëz nuk e dinë këtë, por vitamina D ndikon edhe në rregullimin e tensionit, uljen e inflamacionit, shëndetin e enëve të gjakut. Nivelet e ulëta janë lidhur me rrezik më të lartë për sëmundje kardiovaskulare, rritje të tensionit, probleme me qarkullimin. Pas të 60 avë, sistemi kardiovaskular bëhet më i ndjeshëm. Një vitaminë e thjeshtë mund të bëjë diferencë të madhe. 3. Kujtesa dhe funksioni i trurit. Shumë kërkime kanë treguar lidhje midis mungesës së vitaminës D dhe rënjes së kujtesës, rrezikut për demencë, luhatjeve të humorit. Vitamina D ndikon në receptorët e trurit dhe në mbrojtjen kundër inflamacionit nervor. Në moshë të thyer, mbrojtja e trurit është po aq e rëndësishme sa mbrojtja e zemrës. 4. Forca muskulore dhe rreziku i rrëzimeve. Rrëzimet janë një nga shkaqet kryesore të dëmtimeve serioze pas të 60 avë. Vitamina D përmirëson forcën muskulore, ndihmon në koordinim, ul rrezikun e rrëzimeve. Një nivel i mirë i saj mund të jetë diferenca mes pavarësisë dhe varësisë nga të tjerët. Sa vitamin D ju duhet pas të 60 avë? Rekomandimet zakonisht variojnë midis 800-2000 IU në ditë në varësi të analizave të gjakut, por është shumë e rëndësishme të bëni analizën e vitaminës D25O. Të konsultoheni me mjekun për dozën e saktë. Marrja e tepërt pa kontroll mund të shkaktojë probleme me kalciumin. Burime natyrale të vitaminës D. Ekspozimi në diell 15-20 minuta në ditë. Peshë të yndyrshëm, salmon, sardele, vezë. Qumë është i fortifikuar. Megjithatë, për shumë persona mbi 60 vjeç, suplementi është shpesh i nevojshëm. Shenjat e mungesës së vitaminës D. Lodhje e vazhdueshme, dhimbje kockash, dobësi muskulore, humori i ulët, rrëzime të shpeshta. Shpesh mungesa është e heshtur dhe zbulohet vetëm me analizë gjaku. Pse është kaq e rëndësishme pas të 60 avë? Sepse në këtë moshë, metabolizmi ngadalësohet, përthithja e vitaminave dobësohet, rreziku për sëmundje kronike rritet. Vitamina D nuk është luks, është një shtyllë e shëndetit afatgjatë. 2. Vitamina B12, energjia, kujtesa dhe mbrojtja e trurit pas të 60 avë. Nëse ndiheni më të lodhur se zakonisht, nëse kujtesa nuk është më si dikur, ose nëse ndjeni pirje në duar dhe këmbë, mund të mos jetë thjesht mosha. Shumë shpesh, pas të 60 avë, shkaku është mungesa e vitaminës B12. Kjo vitaminë është thelbësore për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, funksionin e sistemit nervor, energjinë ditore, shëndetin e trurit, dhe problemi më i madh, trupi pas të 60 avë e përthith shumë më pak. 1. B12 dhe anemia, lodhja që nuk largohet. Vitamina B12 ndihmon në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Kur mungon, shfaqet anemia megaloblastike. Ndiheni të dobët. Ju merret fryma më shpejt. Keni marramendje. Shumë persona mbi 60 vjeç mendojnë se lodhja është normale, por në shumë raste ajo lidhet me B12 të ulët. 2. Kujtesa, përqendrimi dhe rreziku për demencë. B12 është jetike për sistemin nervor. Ajo ndihmon në mbrojtjen e mielinës, shtresa që mbron nervat.
Mungesa afatgjat mund të çojë në humbje kujtese, konfuzion, vështirësi në përqendrim, rritje të rrezikut për çrregullime njohëse. Pas të 60 ave, mbrojtja e trurit është prioritet absolut. 3. Energji më e mirë dhe humor më i qëndrueshëm. Shumë studime tregojnë lidhje midis B12 të ulët dhe depresionit. Lodhjes kronike. Kjo ndodh sepse B12 ndikon në prodhimin e neurotransmetuesve si serotonina dhe dopamina. Një nivel i mirë i B12 shpesh përmirëson ndjeshëm energjinë dhe humorin. 4. Mpirje dhe ndjesi shpimi në gjymtyr. Një nga shenjat më karakteristike të mungesës së B12 është mpirje në duar, djegje në këmbë, ndjesi shpimi gjilpërash. Këto simptoma lidhen me dëmtimin nervor dhe mund të bëhen të përhershme nëse nuk trajtohen në kohë. Pse mungesa është kaq e zakonshme pas të 60 ave? Sepse aciditeti i stomakut bie me moshën. Disa ilaçe për tension ose stomak ndikojnë në përthithje. Shumë persona hanë më pak mish. Vitamina B12 gjendet kryesisht në mish, vezë, produkte qumështi. Por përthithja bëhet më e vështirë me kalimin e viteve. Sa B12 nevojitet? Rekomandimi minimal ditor është rreth 2-4 mikrogram. Por për personat mbi 60 vjeç, shpesh rekomandohen doza më të larta në formë suplementi ose edhe injeksione, sidomos nëse analiza tregon mungesë. Gjithmonë bëni analizë gjaku përpara se të filloni suplementin. Shenjat paralajmëruese që nuk duhet injoroni. Lodhje e pashpjegueshme. Lëkurë e zbet, rrahje të shpejta të zemrës, probleme me balancën, humbje kujtese. Sa më herët të zbulohet, aq më lehtë është të korrigjohet. Pse B12 është thelbësore për jetëgjatësi? Sepse ajo mbron trurin, ruan energjinë, parandalon dëmtimin nervor, mbështet zemrën përmes uljes së homocisteinës. Pas të 60 ave, kjo vitamin mund të bëjë diferencën mes një jete aktive dhe një jete me lodhje të vazhdueshme. Shumë njerëz e lidhin vitaminën vetëm me gripin, por pas të 60 ave, kjo vitamin bëhet një nga mburojat më të rëndësishme për sistem imunitar më të fortë, zemër më të shëndetshme, lëkurë më elastike, mbrojtje kundër inflamacionit kronik. Me kalimin e viteve, trupi përballet me më shumë stres oksidativ, një proces që dëmton qelizat dhe përshpejton plakjen. Vitamina S është një nga antioksidantët më të fuqishëm natyral. 1. Imunitet më i fortë. Pas të 60 ave, sistemi imunitar dobësohet gradualisht. Kjo quhet imunosenescencë. Vitamina S rrit prodhimin e qelizave mbrojtëse. Ndihmon në luftimin e infeksioneve. Shkurton kohëzgjatjen e ftohjeve. Të moshuarit me nivele të ulta të vitaminës janë më të prirur ndaj infeksioneve respiratore. 2. Mbrojtje për zemrën dhe enët e gjakut. Vitamina S ndihmon në uljen e inflamacionit, përmirësimin e elasticitetit të enëve të gjakut, uljen e presionit të gjakut në disa raste. Ajo gjithashtu ndihmon në reduktimin e stresit oksidativ që dëmton arteriet. Një zemër e shëndetshme është qelësia e gjatësisë. 3. Shëndeti i syve. Me moshën rritet rreziku për degenerim makular, katarak. Vitamina S si antioksidant ndihmon në mbrojtjen e qelizave të syrit nga dëmtimi oksidativ. 4. Lëkurë më elastike dhe shërim më i shpejtë. Vitamina S është thelbësore për prodhimin e kolagjenit. Pa kolagjen, lëkura bëhet më e hollë, plagët shërohen më ngadalë, rritet rreziku për mavijosje. Pas të 60 ave, prodhimi i kolagjenit bie ndjeshëm, vitamina S ndihmon ta mbështesë. Burimet më të mira natyrale. Portokall, kivi, lule shtrydhe, speca të kuq, brokoli. Një dietë e pasur me fruta dhe perime zakonisht mbulon nevojat ditore. Sa vitaminë S nevojitet? Rekomandimi mesatar, 75-90 ag në ditë. Disa persona zgjedhin doza më të larta, por marrja e tepërt mund të shkaktojë probleme me stomakun ose gur në veshka. Gjithmonë konsultohuni me mjekun para suplementimit të lartë. Shenjat e mungesës. Lodhje, gjakderdhje e mishrave të dhëmbëve, plagë që shërohen ngadalë, imunitet i dobët. Mungesa e rëndë është e rrallë, por nivelet e ulëta janë të zakonshme tek të moshuarit me dietë të varfër. Përmbledhje.
3 vitaminat kryesore pas të 60 AV. Vitamina D për kocka të forta, zemër dhe muskuj. Vitamina B12 për tru, energji dhe sistem nervor. Vitamina S për imunitet, zemër dhe mbrojtje kundër plakjes. Pas të 60 AV, trupi ka nevoja të ndryshme nga rinja. Një kombinim i ushqimit të shëndetshëm, analizave të rregullta dhe suplementimit të kontrolluar mund të bëjë diferencë të madhe në cilësinë dhe gjatësinë e jetës.